si duhet të jemi të edukuar ne ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. A ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po? Modele evropiane, modele të huaja, modele të civilizuara, e ka zgjedhur Allahu azza wa jall. Ky është modeli. Ato fjali ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ama 1400 vite më herët, sot ai flet prej Allahut. Ti prej kujt flet? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes ti, shokëve ti dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall, vazhdojmë së bashku në hijen e serialit Si duhet të sillemi. Ne si musliman, si duhet të sillemi në jetën tonë, ndaj kujt, ndaj çdo kujt që neve na takon të kemi sjellje, moral, edukat, terbije të lartë, ashtu siç i takon një besimtarit, ashtu siç na udhëzon feja e Allahut azza wa jall. Megjithse kemi përmendur që së pari edukata është në 3 kategori, është në 3 lloje. Së pari, edukat ndaj Allahut azza wa jall. Së dyti, edukat ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe së treti, edukat terbije, sjellje të mirë ndaj krijesave, ndaj njëri tjetrit. E pasi që i kemi thënë disa fjalë në lidhje me atë se si duhet të jetë besimtari ndaj Allahut azza wa jall, me lejen e Allahut azza wa jall do të përmendim gjithashtu si duhet të jemi ne, si duhet të sillemi ne, si duhet të jemi të edukuar ne ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndaj këtij pejgamberi të zgjedhur të Allahut azza wa jall, të cilin Allahu e zgjodhi e dërgoi pejgamber për neve, për këtë ummet ne kemi obligim, ne kemi hak, ne duhet të kemi një sjellje të caktuar, të cilën na e urdhëron Allahu, të cilën na e porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cila duhet të jetë ajo? Së pari, ne duhet ta besojmë plotësisht, me sigurinë më të lartë çdo gjë që e thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po, por neve është e vërtet, nga se ai sallallahu alaihi wasallam nuk flet nga hamendja, ashtu siç tha Allahu azza wa jall, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga hamendja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi Allahut, është njeri mirë, po nuk flet nga mendja e tij. Ai flet nga shpallja që i vjen prej Allahut azza wa jall. Andaj ne si musliman jemi të obliguar që të kemi besim të plot në çdo gjë që e thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çka është më rëndësi për neve? Më rëndësi është
A ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po? O kry. Ajo për neve është e sigurt, ajo për neve është e vërtet. A ka thonë Allahu, a ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pasi ta besojmë, ne e besojmë çdo gjë, çdo fjalë që e ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E besojmë. Pasi ta besojmë, obligohemi që ti nështrohemi asaj fjale. Obligohemi që ne ta pasojmë atë që e thot ai. Nga se ajo shëmbëltyra që Allahu e zgjodhi për neve. Ti në dynja ki nevoj për një model të caktuar. Ai të ecë para dhe ti të shkosh mbrapa. Si ai fëmija i cili prej vogël mundohet që të shkon pas babës, atë që e ban baba edhe fëmija mbrapa. Njeriu në jetën e kësaj dunjaje, pa tjetër, deshti apo nuk deshti, pa tjetër do të shkon pas. Do ta ketë dikand model, do ta ketë dikand shëmbëltir, mirë po. Modele të ndryshme të kësaj dunjaje nga gjitha anët dhe modeli i zgjedhur nga Allahu Azza wa Jall. Tash besimtari i ka gjitha ato modele. Modele evropiane, modele të huaja, modele të civilizuara, modele të përparuara, e kështu me radhë. Gjitha ato modele ti i ki përpara dhe e ki modelin që nuk e kanë zgjedhur njerëzit. Nuk e kanë vlerësuar njerëz. E ka zgjedhur Allahu Azza wa Jall. Ky është modeli. Dhe ti si musliman çka të mbetet? Ti si musliman pas kësaj çka të mbetet përveç se ti të ecësh në hapat e atij modeli. Në hapat e asaj shëmbëltyre për të cilën tha Allahu Azza wa Jall, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju e keni shembullin më të mirë ku? Në pejgamberin Allahut. Atë që e ban ai, ajo është më e mira. Atë që ju ndalon ai, ju do të qëndroni larg saj. Ky është modeli. Andaj besimtari i beson fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i pason fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk del para. Dhe kjo është edukat, kjo është tërbije, kjo është sjellja që ne duhet ta ngulitim në zemrat tona, një herë për gjithmonë, çdo herë sa të jemi gjallë, këtë duhet ta kemi parasysh. La tuqaddimu bejna yaday Allahi wa rasuli. Këtë si musliman duhet ta kesh të ngulitur thellë në zemër, në mendje, mos dil përpara. Para fjalës së Allahut, para fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos dil ti para, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një gjë. Atë e lën mbrapa dhe ti del para. Dhe ti jep mendim, dhe ti filozofon, dhe ti pretendon se ato fjalë për në këtë kohë pak sikur nuk përshtaten. Ato fjali ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ama në vendet tona, ne në Ballkan, ne jemi në Evropë. Ato fjali ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ama 1400 vite më herët, sot sikur nuk shkojnë, nuk ecin, nuk përshtaten ato fjali. Ja. Ky është rrezik. Ky është rrezik. La tuqaddimu. Mos dil para, ti qëndron mbrapa. Para kush është? Para fjala e Allahut, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne jemi pasues. Ne vetëm ecim mbrapa asaj fjale. Ai është modeli, ai flet prej Allahut. Ti prej kujt flet? Ti flet prej mendjes tënde të mangët, prej mendjes tënde të dobët, e cila ndoshta di shumë pak nga shumë dituri e gjërë e cila mund të ekziston në jetën e kësaj dunjaje. Mos flasim për gjëra tjera. Ti prej kujt flet? Prej një filmi, prej një seriali, duke u bazuar në fjalët e një shkencëtari, një filozofi, prej një lajmi që e ke pa, prej rrjeteve sociale, e kam pa në Facebook, e kam pa në TikTok. Ti prej kujt flet? Dhe ai flet nga shpallja.
Prej Allahut Azza wa Jall. Ai flet dhe na i përcjell neve dhe tash ti fjalës së kujt si musliman i jep përparësi. Gjithashtu tha Allahu Azza wa Jall: Ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Gjithashtu këtë edukat, gjithashtu këtë sjellje, gjithashtu këtë virtit duhet ta ketë besimtari. La tarfa'u aswatakum, mos e ngritni zanin mbi zanin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai ka thonë një gjë dhe ti mundosh me thonë një gjë tjetër. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Mos e ngritni zanin mbi zanin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur të dëgjojmë ne si musliman, ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e jona vetëm një gjë: sami'na wa ata'na. Dëgjuam dhe respektuam. Dëgjuam dhe unështruam, nga se ne jemi pasues. Wa in tuti'uhu tahtadu, nëse i nështroheni ati, ju jeni të udhëzuar. Men ata'a ar-rasula faqad ata'a Allah. Ai i cili i nështrohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i është nështruar Allahut Azza wa Jall. Andaj besimtari duhet ta mbjell në zemër këtë bindje, këtë sjellje, këtë edukat të lartë ndaj fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Omeri radiallahu anhu i pa një rast në xhami, dy njerëz të cilët e ngritnin zanin. Omeri i thiri: e jani këtu, prej nga jeni ju? Na jemi prej Taifi. Tha Omeri radiallahu anhu: sikur mos kishi qenë të largët, kishi qenë prej vendit që i dini rregullat dhe e dini atë që ju takon, do t'ju kisha qëlluar, do t'ju kisha rahur. Në xhami të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ti e ngrit zanin, nuk guxon. Po jo vetëm në xhami, po kudo që të jemi, ndaj fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ngritet zani. Ndaj fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk jepet mendimi. Ndaj fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka filozofi dhe kundërshtim. Sami'na wa ata'na. Dëgjuam dhe respektuam. E nëse nëse dikush thot po ama, dhe rastet të tilla fatkeqësisht kemi në mesin e muslimanëve, në mesin e besimtarëve, njerëz që ndoshta janë të xhamis, njerëz që ndoshta janë të namazit, njerëz që ndoshta janë të ibadetit, dhe pas fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përgjigjen me po ama. Po, qashtu është ama, dhe pastaj fillon me rendit 1, 2, 3 e kështu me radhë. Arsye për të kundërshtuar indirekt atë që e thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Azza wa Jall tha: Fala wa rabbika la yu'minun. Pasha Zotin tand nuk kanë besuar. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimu fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Nuk kanë besu hala deri kur të gjykojnë në çdo gjë, të kthehen në atë që e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pasi ta marrin përgjigjen, nuk ndjejnë as në zemrën, në brendin e tyre ndonjë kundërshtim. Wa yusallimu taslima, dhe nështrohen plotësisht. Kjo është e besimtarit. Kjo është e besimtarit. Atë që e marrim nga fjalët e Allahut, atë që e marrim nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti nështrohemi plotësisht, të sillemi në mënyrën më të mirë, me shkallën, me edukatën më të lartë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Dhe kjo është shumë e rëndësishme se sa sjellja në mesin e njerëzve ndaj njëri tjetrit. Megjithse ne duhet të sillemi mirë me të gjithë. Mirë, po të sillesh mirë me tjerët dhe mos të sillesh mirë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çfarë sjellje mund të jetë një gjë e tillë? Çfarë edukate mund të ketë një musliman i tillë? Sillet mirë me babën, me nanën, me familjen, me rrethin, me shoqërinë, me të gjithë dhe filani mashallah shumë i sjellshëm. E ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atëherë ndryshon. Sjellja më e lartë, edukata më e lartë e besimtarit duhet të jetë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i nështruar plotësisht ndaj fjalës së Allahut, i nështruar plotësisht ndaj fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pas kësaj atëherë vjen sjellja e mirë ndaj të gjithëve. Besimtari është i pajisur, vishet me petkun e edukatës, moralit më të lartë ndaj të gjithëve. Mirë po ka një renditje, mirë po ka shkallë, dhe secili në atë që e ka hakun dhe i takon. Andaj ne si musliman jemi të obliguar të kemi parasysh gjitha këto gjëra në mënyrë që në jetën tonë të ecim ashtu si Allahu është i kënaqur, ashtu siç na udhëzon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu kanë qenë sahabët. Kështu kanë qenë ata më të mirët, kështu kanë qenë ata të parët tanë, të cilët kanë ecur në këtë rrugë. Ka mjaftuar për ta, a ka thënë Allahu, ka mjaftuar për ta, a ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pastaj, nëse zbresim në fjalët e njerëzve, atëherë fjalët e njerëzve mund të pranohen, mund të mos pranohen, mund të kundërshtohen, mund të diskutohen. Fjalët e kujt? Fjalët e gjithëve. Ka thënë hoxha në ditën e xuma, fjalët e tij po mund të diskutohen. Ndoshta ja ka qëllu, ndoshta ka gabu. Ka thënë filan dietari i madh, në rregull, mund të diskutohen, mund edhe të kundërshtohen. Fjalët e kujt? Fjalët e gjithë njerëzve. Po qofshin edhe ulemat më të mëdhej që i ka pas historia, mund të diskutohet nga se është fjalë njerëzore e njeriu deri kur arrin në shkallën e fjalës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ma nuk ka diskutim. Atëherë ma nuk ka filozofi. Atëherë ma nuk ka mendim. Atëherë ndërpritet çdo gjë. Atëherë asaj fjale i vendohet pik. Pas çdo fjale të njeriut mund të ketë presje. Pas fjalës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka vetëm pik edhe u kry. Për neve si musliman ma nuk ka fjalë tjetër. Andaj ne duhet të edukohemi si musliman që çdo herë fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ti besojmë plotësisht, ti pasojmë plotësisht, të mundohemi të ecim në atë rrugë, mos të jemi asnjëherë nga ata që i kundërshtojmë fjalët të cilat vijnë nga shpallja prej Allahut azza wa jall. Elusim Allahun azza wa jall, Allahu të na bën prej atyre që nga fjalët që i dëgjojmë marrim mësim edhe i praktikojmë. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.